Po. Në kupton? Sa herë informacion i dhe nga jashtë. Po, janë disa informacionet dhëna nga jashtë. Janë shumë informacionet të dhëna nga jashtë. Se di, mos u dri. Jo, po më... Se shikoj që jena... Sepse nuk ka... Sa më pyet për ca gjëra, do të më ofendosh mua nderin moralin tim, bën këtu dhe iko në Angli. Unë e kam forcën të kthej përgjigje. Por nëse kemi thënë një gjë, këtu brenda, është që mos të futemi në marrëdhënie ndërfamiljare. Çfarë bëhet jashtë, le të bëhet jashtë. Këtu brenda, nuk mundesh ti të cekësh, unë s'kam fëmijë. Të kisha fëmijë do më kishte cekë të fëmija. S'kam fëmijë, kam një vllad që e kam thënë, e kam fëmijë. Dhe kam thënë këtu shumë herë, unë kur të bëj fëmijën tim të parë, që mezi po pres, ta bëj fëmijën tim të parë dhe ti e mami, ai duhet fëmija imi dytë, se i pari është vllai. E kuptoj. Dhe nuk mundet ai dhe shumë si ai të më përmend mua marrëdhënien time me vëllain. Nuk është okej. Nuk është okej. Qetëso pak tani. Sepse njeri vogël. Po nuk është njeri i vogël as i madh, është një njeri i ndikuar. Është një njeri i vogël, se njerëzit e vegjël ndikojnë, të mëdhenjt kanë mendimin e tyre. Po Ka pra personalitet, nuk ka personalitet. Qyse ka hi si një kot. Ai e pa që nuk funksionon dot vet, sepse e provoi një S'ka qa me vanë. Për ty pas ka thënë që Adi dhe edhe Indrim duken aktor. Po mirë, ma po lene të thonë, ta janë punë tjerë, lene të thonë që dojnë, a kuptonë, më këdhejmë hine, a mëjmë dalin. Po pra, po jo të rëndaj të zëdit të morali, te morali, te nderi, hajtë se po ta kthej përgjigjen në mënyrë shumë qytetare, po ta kthej përgjigjen. Kur ti, që më ke parë një muaj e gjys nga jashtë dhe mjef shumë mirë, se të gjithve na njef shumë mirë, se i thot Indrit, një bisedë që ti ke pas të Fakiri me Akilin. Kanë hera pare, fundet që ki thanë një gjatë aman. Po. Am preku mu? Jo, po Henry, nuk e tha. e kam fjalën në faktin që ai ka ndjekur me shumë kujdes. Më duket dhe nëse stalker. ka ndjekur me shumë kujdes, atëherë ka parë shumë mirë sa unë kam folë për vllajën, për marrëdhënien time me të dhe ka ditur ku të më prek. Më ka prek te morali, i kam kthyer përgjigje e qetë, më ka prek te nderi, përgjigje e qetë, te familja, mami babi, përgjigje e qetë, te Indri, prapun përgjigje të qetë. Dhe në fund fare ka përdor armën e fundit që ka pas vllajën. Po. Unë për një gjë kam qenë shumë e lumtur edhe kështu në ankth në fillim tek ky reality që ne na është sunguar në mënyrë maksimale informacioni nga jashtë. Pra edhe komentet e qetësojnë që Jo te vllai, e kam thënë shumë herë. Jo te marrëdhënia ime me vllai. Nuk e asnjë faj, Po qarë fajt ke ti, pse me kjo ati këshu? Ti je super mirë. Ashtë një kot, shlidhje ka, i po ja jep, po fiton ai kështu, a kupton? Ashtë një kot, një njëri kot, po personalitet, po korajo që ka prit unë me shku me fjetë për me bëhat pytje, a kupton qarë burrit, ashtë sa burr. Rrugat. Po lere pra rrugat që në Qetëso fjasin. edhe mos qetëso. Ne të thojnë qatë dëjnë. Qetëso. O zemra vogël. O Sara, unë për të vllajën botën ndjek. Botën. Po të kuptoj shumë mirë. E di. E ka të regu vedin më njës, a kupton, një person që prek familjarët to, që komenton mi familjarët, të regon vedin. Edhe shumë gjë e ullit, sepse ai e di shumë mirë që ne kemi një muaj këtu dhe gjëra të tilla na rëndojnë, na prekin, se unë e di që nëse ma thot një fjalë për ty, për marrëdhënien që kam me ty, për marrëdhënien që kam me Indrin, unë ju kam 2 hapa larg dhe ule me ju e flas. Po marrëdhënien time me vllajën si ta flasun? Si ta flas me vllajën që e kam jashtë? Me mamin, babin që i kam jashtë, njëri vogël. Njëri vogël i ndyrë. Njëri kot, njëri vogël, njëri po personalitet. Nuk ekziston këtu dhe duke qenë se e ka parë që nuk ekziston, nuk e përfshin njërin e gjëra. Ai ka thënë do nxjerr këtë armë tjetër që është arma e Instagramit, kaq. Henry është një letër kot. Soni me Ilirin të full. Edhe ja përmena Ilirit edhe Soni qatë laf që e ka thonë kur reagova unë. Tha, ajo tha nuk u prek, tha Griz, veç ti u prek e tha piktina lofit. Kush e tha këtë gjë? Henry, tha shej të folje vlla. Tha shej sholla të folj zoti i fëmijë çnoshe i sholla ti çikat i folj. Dëgjoj. Unë le të thonë njerëzit çfarë të duan. Unë këtu brenda, njeriu në qafë nuk kam fyer, nuk kam ofenduar, siç jam këtu jam dhe jashtë. Të thonë çfarë të duan,
mund të më prekin ku të duan, të nderi, të morali, kam një baba ty, ashi shef këto gjëra, di që e prekin, e lëndojnë, mendon edhe vjeshmërinë time, shumë unë i di këto gjëra. Po jo te vllai se botën e djeg! Ilsho, nervët, prej Henrit, lutë, njësa. Prej kujt prej Henrit, a jenë të reziti? Është një njëri kot. Të ka asë qa me kalcu këtu me Vanesa. Ka marrë ta hapi edhe. Pra, kjo e bëm të ndyrë, kjo e bëm të ndyrë. Sepse e kupton shumë mirë se sa rëndësi... Më e zemër e kemi Sa rëndësi ka vllai, për mua se unë e kam folur shumë. E kam folur jashtë mase shumë, se sa marrëdhënie të ngushtë kam me të. Edhe ai e di që nëse ai, do me thënë, vjen nga jashtë dhe ma di pikën time të dobët. Ka njerëz tu që e din pikën time të dobët dhe s'më kanë sulmuar kur te vllai, në asnjë moment. Ne kemi 5 javë bashkë, kemi 5 javë. Atë gocën aty nuk e ka prek askush te vllai. Se kemi 5 javë bashkë, askush t'ka vajt i thot ti se vllai jot. Asnjë moment dhe vjen ky nga jashtë, që ka 7 ditë këtu s'ka prek një punë me dorë. Rri aty, si petu. Ishte komentusit. Vanesa, komentusit Instagrami që ka Komentusit user 7-8-10, edhe këta i bëjnë këto komente. Rrin aty, shkruan, aha, pa të bashef këtu mram. Edhe këtu, këtë pozicion ka. Mram, kur e hapi si Ka tem, gjo. ne unë alu me menum krejt, se nuk e kishim menu as janë prej nesh, muhabetin. Po jo. Po ka ik, më ka shku, në sensin që ja fola, stërfola. Me minjeri kom tonë një gjënë kër e ka pus qikën e vetë, jo po qika me për Edhe ja thashe të Vanesës, noshta, ma mirë marrëdhënia që ka kjo me vllajnë që e pus lirisht, se sa unë që kam frikë me ju afru vlla, kështu që... Po gjithë se cili në familjen e vetë ka drejtën e vetë, kush ka, kur ajo më nërhy në raportën e dinamikat familjare. Më thuj që gjaja ma e ullt, ma këtë, ma qatë ma e poshtër në botë, i kja është, e dëshmoj vedin, Ju keni reaguar gabim, tha, në momentin që Indri me Vanesën e janë afruar, ta duhet kishë reaguar, ndryshe jeni të reaguar shumë të dobët. Na e thot një njeri që ka ardhur një muaj e gjysmë pas, edhe ka parë duke ngrënë fara. E ka komentuar poshtë te lokali Lagjes, ka vesh ato shapkat me gisht, ka dalë te lokali Lagjes, edhe ri Henri, qa është Henri njerë? Qitës. Ri Henri te lokali Lagjes, kësa vite ka pa bërë profesionin e vetë. Nuk ka rëndësi. Jo, pra jo, do i futem të gjithave. Të gjithave do i futem. Se komentohet vetë, lene qa është Henri jashtë, Henri këtu më randë, po dëshmon qa është, pikë. Qa është Henri jashtë nuk e di, mes në intereson me e ditë. Hajtë. A kupton? Njeri ullët. Pa e pra. Njeri ullët. Nuk ja vlen të shmu mërzit për Henri. Kanë të thashë, gos, po së më Henri por dhe ftof, pëtës. Hajtë kishtë të kene zetë. O, shpirt, kemi 5 javë këtu. E di më Dhe unë 6 javë. Dhe unë nga vllai, o nuk di ta sqaroj, nuk di, e di që e kam folur. Unë me vllajin tim e kam fëmijë, e kam fëmijë. Ja kam ndruar panolinat kur kam qenë unë 6 vjeç, 7 vjeç. Mami, babi shkonin punë, isha unë me vllajin në shtëpi. Unë isha ndaj e them që kam fëmijën tim. E kuptoj. Dhe nuk mundet dikush të më prekte pika ime e dobët dhe të kaloj kështu si pa gjë e të filloj të thot lloj gjërash, se e thash prekte morali, të nderit, të familja, të marrëdhënia ime me ty, të ndjenja që kemi ne të dy. Janë informacione nga jashtë. Unë i kaloj, okej, dit i bëj ball, ama jo te vllai. Jo tek familja të njeriu që unë e kam thënë, vetë fëmi nuk kam, po ai është bebi im. Ti ja dhe për gjigjen, që ju do të me avanë, edhe kaqë, se s'ke që mi bërë gjatë tjetër, a kuptëm, veç me ignoru, me hecë për para, mos me ndhimo, mos me avarë, shmet, se të për, e tregoj vedin, a kuptëm. Se që me bo? Me afu shtelma, që me bo? Si a vlenë. Është komentues Instagram. Shkova mja kalzu i lirit edhe sonet veç kur më këti tha pa, e tha veç ty Diego ta gresa, që tha ty të kërkej falje të nësa sona si Diego, qa jetë o folë më vla, o shumë kam thirë gjyksin, nuk o normal. Qa jenë të sene mëre, qka jetë promovu mëre të? Qa po promovon të vla? Po na e dina që Vanesa është e burë. Vanesa është dashuri. Do të tëllë. Mos tani vetë i çapa daj. Mos e arroga që i parë që kalon këto kush e si ka hin te ka hin kush e ka fut po. He is a fan. Lene. Vanesa Tor.
Se ka kaq ditë që gritet, ka kaq ditë dhe nuk po e kuptoja ku e kishte gjën me mua. Ka hi pra me planin, ka hi me planin, po ec. E ka me gjithë. Po. Po. Sepse është shumë e ulët, e di pse? Sepse në këtë moment duke më thënë gjën për vllajin, më bën të mendoj që kjo gjë është për folur, më bën të mendoj që vllai im ka parë lloj komentesh, që mami babi im kanë parë lloj komentesh dhe janë mërzit dhe për këtë gjë. Më kupton? Edhe Vanessa, në kjo muse e kena kaluar bashkë këtë gjë, e kena fol këtë gjë. Po ne të dy shpirt jemi të dy brenda, vllai im nuk është këtu me ne, vllai im është jashtë. Dhe ai ka ardhur të ditë për të më suportuar mua, jo për të përfol. Në rjet. Pikrisht, na e kena fol, na e kena ditë që njerëzit çfarë kanë thënë për ne, dhe kena vendosur bashkë. Të kujtohet kërë kena thënë? Po. Atë kujtohet. Kena thënë që e vetmja mënyrë me jetu këto me mi jetu, është mos me javar, se është pjesë e lutë normal që do flasin njerëzit. Na kanë futur mëramin prej këtyne. Le të flasin shpirt, le të flasin. Le të flasin, po thëmë me jalon jo të mendoj unë që vllai im që është në studime, po bën provime që të shkojnë në universitet. Po shef tani lloj komentesh. Po ta bëj pyetje tjetër. Për ty, vllai jot që nllin Henry, mas tonë asaj që ka nu, mas tonë aja var fort apo ja var më shumë të pa ty të vujt kështu. Prind tu i saj. Wow, nuk ja vlen. A kupton? Nuk ja vlen, se me kanë nuk ta thënë, nuk ja vlen. A shkot. Hajde këtu. Hajde troku i. Uleja. Slut. Kas nëna me babën as vllajt me pa kështu. As ti nuk është të drejtë me kanë kështu për një kot. Ne i kena po njerëzit këtë të mënë. I s'kanë personalitet e marrën me tjertë, edhe kena po qëfar fumit bajnë. Tanë, prej ka kanë hi dalin, edhe shumë shpejt. Pra bravo i kjoftë Henry që e tregoj fill vetin, edhe ecim, se ka të gjatë. Që të soju. Ka prit Prime-in. E ka prit i Prime, hajtë s'ka qo. Flasin. Se ku nuk më preku, ku nuk, të me thënë i tentoj të gjitha, i ka tentuar të gjitha. A mendon ti se Indri të shefte për jashtë? A mendon ti se Indri vërtet e do këtë gjën për gjatë? Dje pas ka thënë që është aktor? As janë këto informacione nga jashtë? Qa që unë të ri... Nja 3 muaj, tha dhe do ndani. Pa lidhje, do më thonë. Ky specialisti i midjes dhe i peshkut. Po ledhen të flasin, kjo është ideja, duhet me elan me folë. Kur është me ju përgjigj, si që banë të, si shkova i fola pak edhe u. Edhe ka, po si ja vlen mu mërzit, du me pru fjallë, nuk ja vlen mu mërzit për një njëri kësi Henry, a kupton? Ka plot si Henry është, po e ka dhe mos vetë, mos mi një, se është e pa evitushme. është e pa evitushme. E rëndësishme është që prind tonë, prind tuj, prind të mi, familja jonë, familja jote, për ata kena përgjithsi, që që thaj partë, nësë kena përgjithsi për Henry të shti. Me folë këtë Henry, me fut të e këtë. Po. Budalliqe, qa gjykojnë komentet. Pas ma shumë besim, ka njerë shumë më të mirë se Henry. Ti esh me nësa Shumë më të deshti mirë se nana Henry, ka Indrit njerë edhe... shumë më të meqëm se Henry, ka njerë shumë më të hapun se Henry. Ka edhe njerë si Henry. Po që kena mi i banë, na? Bota e tijë. Lënë të është lutë. Hajë dalim. Po jënë dalim? Marim pa kaj? Po jo të vlaj, jo shpirë. Po e më shpirë, po që kena me ba të që kena me ba? Ja dhe përgjigjën. Po nuk ja vlenë me një ku kështu. Të lutëm. Po më bën të mendoj. Qa të banë me më? Që kjo gjë, që aje si këtu brenda pas ka qenë një gjë që është për folë Po e kena folë me bëne se këtë ditë. Jo, vlaj, po them. Po. Dhe që nga diçka, ndoshta është diçka që vlaj tim e ka rënduar. Nuk jam Vanes, ba me ba unë i këtë gjaj to, për foljet.
Imagjino, një rokje me vllain për folet, tana flasin jashtë, tana, po s'kena se mi kontrollu, nuk e kena në fuqin ton, e vetëmja gjatë që ne mundën ta sjelli këtu, është shpirt se këtu është një platformë shumë e madhe. Aty, çfarë po them, është ta që i ulët, sa që nuk i ka mjaftuar shumë të tjera pas ka sjell, e sjell dhe këtë gjë, e sjell dhe familjen. Po s'ka pra tjetër, s'ka tjetër që me sjell, i këtë sjell Henry. Sjella që ka pa të shimuj. Njeri ullët. Dhe... He's a fan. Kaq. He is a fan. Ashtë Nothing more. njeri kat, i ullët, pik, nuk ja vlen. Të lutem. Be smart edhe ti. Po pra ja doli, bravo i qoftë. Bravo i qoftë më preku të pikat e dopta. Bravo i qoftë. Po shumë herën tjetër, kur të prekum, s'ke me një jetë në qohë se gudzon me të prek, ma. Po nuk e besoj që gudzon me të prek familje. Okej? Nuk e besoj. Jo vetëm familje, shpirtet e gjia ime me ty. Po, të shkon qaq burra i maskoni. Përom të zjarri, sa u kon E po pra, e kishte thënë sy të Indri. Uj, sa ka mik me fjet, aje ka ba këtë gjaj. Imagjino qëfar burrit është. Imagjino sa duhet mu prek nga Henry. Henry është një kot. Të lutem, definoj e fjole kot. burr. Pa spesor, pa kultur, pa edukat, pa kur gja. S'di burr. Kot. Hapi, re, shko gjuj janë 2 orë në ditë, shko të restorat, pas du me fol, s'disha me fol për jashtë. Shef, frash edhe unë. Heri këtu më randë pa të regon vedin. Po ecë. Shë një kot. Lutem. Shimu. Shifë si. Lutem. Ja, të lutem. Të shtë balë. Maja vedi. Maja vedi. Se nuk ja vlenë. Kena kjo bolë për gjane që ja vletë. Hadha që ko jenë këtu sot. Me kjo këshu, për Henry, jo. Jo, me mënu, gjatë, ja, pas ka persona që kanë, nuk ja vlenë. Ka persona që du flasin gjithmonë. Deri sa të ne t'jena këtu mërën, çdo gjatë du flitet. Mirë, po edhe keq, edhe shumë keq. Edhe në këtë mërë, shumë t'ullët. Për çdo gjatë. Ashtë e kotë, ashtë e pa evitueshme. Na mu prektesh për çdo gja që mendojmë që flitet keq, na dalim ikum, se vlen me vujt. E kam o shpirt. Por nuk ja Më vlen. tha shumë gjëra në lidhje me ne, me ish gjën që kam pas. Dhe unë po ja theja përgjigje në mënyrë shumë të qytetëruar. Po nuk janë tonë qytetëruar si ti, kjo është ideja. Arritim Jeni fund një fare. copë ignorantit. Kur nuk më nxori dot nga vetja me 1, 2, 3, 4, 5 herë, Po. shkoj te pika e fundit fare, që ai më ka ndjek edhe unë e di që na ka ndjek Po normal, 24 me 24 orë, po lënë, normal. na ka ndjek. Më ka parë mua atë ditë që më ka ardhur vllai. Kur e kam parë vllain, i kam thënë, madje ulu në tokë se s'kam fuqi. Se isha aq e prekur edhe aq e emocionuar që më ka erdhur sa që më pren gjunjët. Edhe i thash të lutem ulu në tokë. Dhe jemi ulë në tokë. Aq e emocionuar kam qenë. Dhe ai e ka parë atë gjë. Tane i ka po. Dhe prape përbund vllajin duke e ditur që unë te vllai Imagjino çfarë njerit. Ai ka pa tana për jashtë, vjen të mrend, të sulmu në gjanat ma delikate, ma intime, që e din që të vrajnë. e që i kam denjë pranë. Ky pra është një ditët e person që as para. din me lujt. Ky mund të jetë sportist u bafti 100 vjeç. Mund të jetë kampioni botnor i universit. Po, Por se imagjino ka çfarë këtë të sportivit. stërvitur. Po imagjino çfarë I rofshin sportivit, muskujt pra e tjerë imagjino që ka stërvit, se zemrën bërnute ka. Çfarë etik sportit ka ky njeri. A kupton? Imagjino çfarë mendon ky njeri për lojën fair. Po po s'ka alternativë, unë e kuptoj. S'ka Po, se alternativë. Po s'ka personalitet, s'ka ç'a bën, veç me fol kështu, me sulmu, hajt si puna e dikujt tjetër që i kena pas të mran, edhe kanë dalë tanë ta përsëris. A ka met na kush për atyne? Jo. Shoqëria e qetë, se gjithë që do shkojnë në vendin e vetë shumë shpejt. Ma besa. Vedi t'ja ka ba autogolin. Hajde këtu. Drejt, më me pësi, më njëtë. Me që pjetë për t'je, t'je në jasë me dërbini që flimelin tënë. Ti me jetën jashtë, Henry, mos bën me fol, që kishte bën Henry të pati në televizor, po e të shti, si o vlen.
Dhe mija. Një shumë një mënit edhe me stanin. Ata njerë që e menojnë atën, edhe a njëre që ta thët a i thanë, është ma i likë se i like. Që që ka? Ti një diamant, Henry është një gurë. Si mundet një diamant, mu prek nga një gurë? A të lutën të shtirë? Po guri kur ka gjelozi, Po. se e ka fatin e zi si vetë, normal që do të fletë. Gurë ka me metë. Që të thot. Shkojmë të apim diçka. Shia? Ta marrë një kartë me të zetë, Ta marrë një kartë me të zetë.